Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. President Osmani of Kosovo. Presidenti Osmani e Kosovës, presidente, faleminderit shumë. Edhe ju po bëni një punë të shkëlqyer me përfaqësuesit e tjerë, për shembull si shembull Kosova, Serbia. A mund të ngriheni, ju lutem, Kosova dhe Serbia, çfarë pune? E vlerësojmë. And you're getting along. And when you don't get along, you call me and we'll get it solved. Po shkoni mirë dhe kur nuk shkoni mirë, më merrni në telefon. Faleminderit shumë. Tashmë për kryeministri i Republikës së Shqipërisë. Faleminderit që më keni ftuar të jem pjesë e këtij rrugtimi, zoti president. Vota plotësisht e harmonizuar dypartijake që parlamenti ynë pati në mbështetje të kësaj nisme flet vetë për sa e nderuar është Shqipëria, që është një prej anëtarëve themeluese të kësaj organizate 3. Shumë në thonë se bordi i paqes synon të zëvendësoj Kombet e Bashkuara, por mua nuk më duket si një përpjekje për zëvendësuar Kombet e Bashkuara. Por nëse ndihmon ta shkund atë gjigant në agoni dhe dasht Zoti ta zgjoj, atëherë Zoti e bekoft bordin e paqes. Zoti president, ne përgëzojmë rolin tuaj vendimtar për të ndalur konfliktin pikëllues në Gazë dhe Shqipëria ka konfirmuar pjesëmarrjen e saj në forcën e stabilizimit me trupat e saj. Në të njëjtën kohë, propozoj që ky bord të ftojë të gjitha vendet të kontribuojnë drejt për drejt me ndërtimin e një objekti publik të dedikuar për fëmijët palestinezë. Duke bërë kështu, bota do të ndihmonte fëmijët e Gazës, që janë pengjet më të pafajshme të lunatizmit të Hamasit, të rriteshin me pranin fizike të vargut më të madh të duarve që ka shtrënguar bashk njerëzimin ndonjëherë. Jo vetëm duke vendosur parat, por po kështu duke sjellë dhe arkitektët e tyre, në mënyrë që bota të transformoj një plak të historisë në një oazë shprese ku dëmshuria merr formë konkrete dhe ardhmja merr formë rreth atyre që meritojnë më shumë, brezi i ardhshëm i palestinezëve. Shqipëria do të ishte privilegjuar të bëjë pjesë e këtij vargu. Lejoni shumë shkurtimisht të tërheq vëmendjen te një tjetër konflikt i hapur, më pranë vendit tim, ku udhëheqja e presidentit Trump gjatë mandatit të tij të parë solli Kosovën dhe Serbinë më pranë se kurrë drejt një marrëveshjeje përfundimtare paqeje. Presidenti i Kosovës, që aso kohë u ndalua të udhëtonte drejt shtëpisë së bardhë në mënyrë brutale për të nënshkruar atë marrëveshje në praninë e presidentit Trump. Dhe në fakt kjo ishte ajo çfarë u bë nga ai prokuror sikar që përndoqi edhe vetë presidentin Trump dhe për këtë u bë i famshëm botërisht. Sot, presidenti i Kosovës ka kaluar 6 vjet në një paraburgim nga një gjykatë e posaçme në Hag sponsorizuar nga një sër shtetesh demokratike, disa prej tyre të pranishme këtu e që duhet ju vi turp nga ajo lloj drejtësie ndërkombëtare. Vetëm javën e kaluar, zoti president, një tjetër prokuror i financuar nga ky vend i madh e tatim paguesit e tij kërkoi 45 vjet burgim për të. Një kërkesë që shkaktoi një val tronditse poshtërimi në të gjithë tërsinë e një vendi paqëdashës. Dhe në këtë moment ka vetëm disa muaj që qëndrojnë midis një njeriu që u ngrit nga rezistenca ndaj spastrimit etnik për të bërë paqe bërës dhe një rezultati shkatërrimtar në një gjykatë që deri tani ka dështuar në çdo hap të vetin t'ju përmbahet standardeve të drejtësisë demokratike. Për hir të Zotit, zoti president, le të bëjmë diçka përpara se, siç thoni ju, gjëra shumë të këqija të mund të ndodhin sërish. Edhe një herë, faleminderit shumë që përfshit Shqipërinë në këtë nismë fisnike, duke
sjell miq, duke qenë miq të afërt me Izraelin dhe me vendet arabe, shpresojmë fort jemi një vlerë e shtuar e vizionit tuaj të jashtëzakonshëm. Next, the Prime Minister of Egypt. Mimbrama ku do që në ndishtë të ndëruar shikues, Presidentja e Republikës Vjosa Osmani, Kryeministri Shqipërisë Edi Rama, ishin pranishëm në inaugurimin e bordit paqës, një iniciativë direkt e President Trump djenë në Shtetet Bashkuara në Washington, ku nga aty u konfirmua rëndësia e prezencës së Kosovës, rëndësia dhe zotimi që pata dhe President Trump për sa i takon Kosovës, kurdo që ajo ka probleme me Serbinë, si tha zoti Trump, duke ju drejtuar zonës Osmanin në mënyrë direkte, më telefononi mua dhe unë zgjidh këtë. Dhe zoti Rama mbajti një fjalën po ashtu që çoi në këmbë thuajse gjithë shqiptarët kudo që janë mbi shqetësimin që kanë shqiptarët kudo që janë për procesin më kompleks të drejtësisë ndërkombëtare në Hag. Ndaj Zotit Thaçi, Zotit Veseli, Selimi Krasniqi e kështu me radhë. I tha, për hir Zotit President, bëjmë diçka para se, siç thoni ju, shumë gjërat këqija të ndodhen sërish. Ju drejtua direkt për Zotit Trump, Zotit Rama, duke kërkuar ndihmën e tij që ky proces të ketë drejtësi dhe të mos bazohet në spekulime, thashëtheme e para gjykime. Kanë ftuar për një analizë Afrikan Solli mbi rëndësinë e pjesëmarrjes së Kosovës si themeluesën këtë bord, e ku dy vendet shihen të kenë kontribut në fazat e më të tjeshme me prezencën e tyre ushtarake e policore për stabilizimin e Gazas. Ka solli faleminderit për një takim shumë i rëndësishëm, edhe pse nga kritikë ndryshëm shihet si jo relevant, sikur të ishte mbajtur dhe të ishte organizuar nga Malta i takim, ka të tillë natyrisht, që kanë edhe këtë observim, jemi disa liberale, por duke që po e nënçmojnë peshën e kësaj iniciative në këtë rendin e ri politik të mot. Ju si e shihni, Kasolli? Po, nuk është hera e parë që po diskutojmë për këtë temë dhe është mase normale sepse është njëra prej kryetemave të rëndësishme diplomatike të shtetit të Kosovës. Unë për veti disa herë edhe në bashkëbisedë me ty edhe në media tjera nëpërmjet shkrimeve të mia, do thot më shumë se sa me nuancat legale ndërkombëtare e tjera, e marr kryesisht nga këndvështrimi i interesave gjeostrategjike të shtetit të Kosovës dhe të botës shqiptare në përgjithësi dhe domosdoshmërisë së tyre që të jenë sa më afër në atë që të jenë në të njëjtat linja, në të njëjtat koordinata me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Edhe në këtë rast do thotë Kosova nuk e ka pas luksin, pavarësisht mund të ketë, prapë them, mund të ketë shqetësime të natyrave akademike, shqetësime të natyrave teorike në lidhje me këtë entitet, mirë po këto janë çështje tjera që do të diskutohen, do të analizohen, katedra do të mirën me këtë punë, do të publikohen punime, institute e tjera, mirë po ajo që është imediate, do thotë liderët politik nuk e kanë luksin, do të në situata delikate, të presin se si bota akademike në fund do të jap gjykimin sa e plotson këtë kriter apo këtë normë ndërkombëtare, mirë po çështja ka qenë imediate, ftesa i ka ardhur Kosovës dhe Kosova duke qenë se mas të madhe, do thotë ekzistenca e saj, dhe jo vetëm ekzistenca edhe sot aktualisht, po gjithë rrugtimi i saj politike, historike, diplomatik, mas të madhe është i mbarë nga aleanca me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nuk e ka as luksin, as që ja vlen të diskutohet e të mendohet dy herë sa i përket pjesëmarrjes. Se sa do të jetë kontributi i Kosovës, do thotë tash kështu si shtet në lidhur me misionin pse po krijohet ky bord, kjo temë tjetër, do të diskutojmë gjatë minutave në vazhdim, por ajo që duhet ta përmbyllje, ta them një herë për gjithmonë, do thotë është ky një akt i drejtë i institucioneve të Kosovës, konkretisht këtë rasti
Zonjës Osmani, nuk ka bërë asnjë gabim diplomatik në këtë drejtim, përkundrazi është për tu përshëndetur, por me këtë nuk po jam amnistoj kritikat që kam ndaj sjelljes tjera të presidentes së Kosovës, qoftë sa i përket brenda, qoftë edhe veprimeve të jashtme, mirë po në raport me këtë temë absolutisht qëndrimi i saj është i drejtë dhe diçka që nuk ka nevojë të ngjall shumë dyshime, shumë sepse nuk është duke nënshkruar marrëveshje me Rusinë, nuk është duke nënshkruar marrëveshje që të jetë pjesë me Kinën, por me ftesën e presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, atij presidenti roli i cilit ka qenë vendimtar edhe në krijimin e ushtrisë së Kosovës. Ne mos harrojmë, pavarësisht sjelljeve kontradiktore që mund të na duken shikim të parë të zotit Trump, sepse natyra e tij, leadershipit politik është pak jo konvencionale, por nëse shohim rolin edhe të kësaj administratës, si të administratës Trumpi, si të administratës Trumpi, dy absolutisht askund dhe në asnjë moment nuk ka pasur qëndrime jo armiqësore ose term shumë i rënd për qëndrimi jo mos mbështetëse për Republikën e Kosovës. Përkundrazi do të kanë qenë duket pak e papranueshme vetëm ky lloj arsyetimi ndaj atyre njerëzve që mbajnë. Po ndëgjorit viktimë. Se të ketë hamendje. Unë djej lexova, po them politikisht Kosova, sepse duket se është interes jetik i sigurisë Kosovës me këtë Serbi fqinje në ndikimin e Rusisë me ambicet e saj për territor në rajon e kështu me radhë. Ndëgjorit, unë dje do thot edhe jam marrë edhe me kam analizuar disa media ndërkombëtare në mënyrën se si po portretizohet roli i këtij entiteti. Dhe është të potencohet në këtë drejtim që Vjosa Osmani megjithatë duhet jap arsyetim për shkak sepse në një fazë të caktuar e njëjta ka përdor këto raporte kundër Republikës tash, ndonse raportet nuk ishin ekskluzivisht kundër Republikës së Kosovës, por se si kualifikonin bordin e paqes, se që Kosova është pjesëmarrëse një aleancë të vendeve represive, pa të revista Guardian të liderëve autoritarë, dhe kryesisht mos harrojmë edhe në kalumen Kosova mos të madhe është kontestuar, është kritikuar imazhi i saj ndërkombëtar vetëm për arsye të lojalitetit absolut ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Veçanërisht nga mediat anti-Trump që jo vetëm nga mediat anti-Trump, por edhe nga media që kanë pasur dyshime në raport dhe që kanë tentuar që të krijojnë përçarje ose ftosësi të raporteve të Kosovës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. E ka thënë edhe vet Isa Mustafa, do të thotë në një intervistë kur ka pas presion prej zëvendës ambasadorit gjerman që tash tutje Kosova duhet të mendojë që të ketë lidhje më specifike me Evropën dhe me Bashkimin Evropian sesa me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Dhe janë hartuar raporte, janë analiza mediale që ku është kritikuar, është cenuar, do thotë imazhi ndërkombëtar i Shtetit të Kosovës pikërisht pse ish leadershipi politik i vendit ka pasur edhe në të kaluar kësi realiteti absolut në Shteteve të Bashkuara. Dhe Vjosa Osmani. Ke referencë zoti Mustafa. Dhe mos harrojmë, e kemi edhe marrëveshjen e Washingtonit, ka ekzistuar një lobim i madh nga çartet e Një rekapitulim. Dhe Vjosa Osmani ka përfituar politikisht dhe në mënyrë populiste nga kjo klimë, për dallim nga leadership, për dallim nga opozita që aktualisht nuk ju referohet hiç këtyre raporteve për ta kritikuar sjelljen aktuale të Vjosa Osmanit. Me këtë nuk po them që ajo nuk është dashur, por në fundit që të jetë konsekuente ai duhet të jap arsyetim para opinionit publik që sot kryesisht media kryesore me orientim të majtë që vijnë nga sfondi evropian janë shumë kritike duke e cilësuar një aleancë të tillë si një aleancë të shteteve represive e autokratike, që kam të nënvizuar mediumi Guardian, po mediumi dhe Guardian nëse ka nevojë për kamerën ta nëse ka. Është po. Sa ka qenë ky headlines, ky titull, i quan liderët e fortë, diktatorët e tjerë, dhe tash nominalisht dhe duke marrë për bazë këto raporte. A mund ta përmbledhim që ta bëjmë më të qartë. Dëshironi të nënvizoni që shtetet të caktuara evropiane kanë inkurajuar Kosovën të shkputet nga afërsia me Shqipërinë. Absolutisht. E në këtë kontekst edhe Vjosa Osmani ishte bërë pjesë më herët ka përfituar nga kjo klime, ka përfituar nga kjo klimë. Dhe marrëveshjen e Washingtonit. Për qëndrimi ka pasur Vjosa Osmani. Dhe çfarë qëndrimi ka pasur Vjosa Osmani ndaj marrëveshjes së Washingtonit. Kosova është kritikuar vazhdimisht për afërsinë që ka me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nga kjo klimë politikisht ka përfituar edhe Vjosa Osmani. Dhe tash e njëjta duhet të jap një lloj përgjegjësie publike
që me Pse tash qenë ka mirë për Kosovën? Se tash qenë ka mirë kur të njëjtat mediume, kur e njëjta fryme, njëjta kulturë publike po e kritikon jo rastin konkret vetëm Kosovën, por edhe Kosovën mesin e tyre që po bëhet pjesë e botës jo liberale dhe jo demokratike. Kjo është pak a shumë duhet sepse nuk është duke thënë Kosovën. Nuk e ka lexuar mirë, nuk ju është përshtatur ta lexojë drejt në rrethonat e kohës për interesa kësaj politike. Sepse nuk është duke e thënë Afrim Kasolli. Sepse interesi i Kosovës. Jo, nuk është duke e thënë Afrim Kasolli, nuk jemi duke e thënë ne. Janë mediume ndërkombëtare të cilat të njëjtat kanë pasur qëndrim kritik ndaj marrëveshjes së Washingtonit, e kanë krijuar një klim të panikut politik dhe publik se participimi i Kosovës në atë lloj marrëveshje është në dëm të Kosovës, pra do të thotë është njëta frymë e cila po përsëritet edhe tani ndaj bordit të paqes, e që në atë kohë Vjosa Osmani kishte përfituar për shkak të klimës populiste që u kriju nga kjo atmosfere nga detyrimi ish leadershipit politik të vendit për të ruajtur me çdo kusht partneritetin me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Nuk po kritikoj Vjosa Osmani. Nuk po kritikoj, po thoni që ka bërë keq ajo që përkundazi është një hap i rëndësishëm politikisht për Kosovën, për sigurinë. Që ta përmbylli, qëndrimi im është pro pjesëmarrjes së Kosovës në këtë bord, cili do të jetë bilanci i tij, ne tash mund diskutojmë edhe pjesëmarrja në Gaza, ka shumë dilema, ka shumë për shkak sepse njëri prej parakushteve për vendosjen e forcave të sigurisë ndërkombëtare është çarmatosja e Hamasit. Aktualisht nuk ka indikacione që ka filluar ky proces. Mos harrojmë Hamasi nuk është një entitet militar i shkëputur nga procese sociale, e formon sot networkun duke filluar nga edukimi, nga mirëmbajtja e jetës, nga çdo gjë në një farë mënyrë e formon sot networkun e përgjithshëm ideologjik, politik dhe klientelist në Gaza. Dhe nuk ka dyshim se lufta me Izraelin duke filluar prej tetorit e ka dëmtuar tejmose kapacitetin e tij drejtues, por kjo nuk do thotë që është rënuar plotësisht aftësia e tij për rigrupime të tjera. Synimi është paqja Kasolli. Synimi është paqja, do thotë stabilizimi i rajonit. Mirë, po Kosova si arrihet, ka vështirësi të arrihet. Po nuk janë, po ndëgjoj rit, sepse këtu janë të ndërlidhura këto dinamika rajonale. Mos harro pse Irani në negociatat me Shtetet e Bashkuara të Amerikës është i gatshëm të negociojë çështjen e programit të tij bërthamor, por dy çështje të cilat po i refuzon, cilat janë ato të raketave balistike dhe divorci i tij plot me forcat proxy në rajon. Çka tregon kjo? Çka tregon kjo? Do të tregon që Irani është në gjendje që ta rishërtoj programin bërthamor, por jo ta tkur peshin e tij gjeopolitike në rajone që është lidhur edhe me mbështetjen për Hamasin dhe me Hezbollahun e me tjera. Pavarësisht se janë dëmtuar këto struktura, do thotë militare, paramilitare, terroriste në rajon që kërcënojnë paqen dhe stabilitetin në linjët mesme, megjithatë ai nuk dëshiron të marrë obligime dhe detyrime ndërkombëtare për t'ia mohu vetes të drejtën që t'i suportojnë në të ardhmen dhe t'i përdorë si që ta rikthejmë Kasolli. Jo keni një merak, një gjysmë meraku, që politika jashtme e shtetit të Kosovës duhet të ketë kohezion. Vazhdimsi. Kjo. Nuk do të duhet kishte hamendje. As vite më përpara. Se ç'po bënin udhëheqësit para të Kosovës në raport me SHBA. Pse nuk po dëgjonin evropianët ose po dëgjonin më pak se sa amerikanët e tjera. Dhe që Kosovës i ka kushtuar si imazh ndërkombëtar pikërisht ky lojalitet i domosdoshëm dhe etik. Me këtë nuk kam unë dilemat këtilla strategjike. Aty ku janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ne nuk duhet kemi dilemat të kësaj natyre, por që fatkeqësisht ka krijuar një lloj percepcioni publik në vend, duke u shfrytzuar këto raporte që është dëmtuar imazhi ndërkombëtar i shtetit, jo për ndonjë arsye tjetër, por pikërisht pse ish struktura, ish udhëheqësit politik të vendit në këtë drejtim kanë qenë të qartë dhe nuk kanë pasur dilemat kësaj natyre. Me arsye thu sepse nëse shkëpusim nga ajo kohë, nxjerrim nga arkivi një deklarat kritike që ka pasur kryeministri Natko Kurti kundrejt zotit Thaçi. Unë mund të vi aty rreth një tavoline, të kërcas tapën e shampanës dhe të shoh thikat mbi hartën e Kosovës. Dhe tjetra që është se Kosova nuk është Meksik. Kosova nuk është Meksik. Është deklarata tjetër më emblematike e mbajt shtetit të Kosovës në një mënyrë tjetër, zoti Kurti dhe zonja Osmani në kulm të ambicës saj për të bërë presidente, duke të mirë kuptuan, ndëgjuan, zbatuan mirëfilli këtë gjuhë që patën shtetet ndryshme evropiane, duke goditur në fakt Washingtonin. Edhe për të krijuar një disponim
Anti-amerikan. Dyshime, do thotë, në partneritetin dhe në aleancën. Dyshimi u kriju ka sot. Dyshimi u kriju dhe ai vrehet edhe sot, do thotë. Dhe ajo që po them sot që po bën Vjosa Osmani. Që nuk kam bërë mirë atëherë. Për një karrikë pushteti. Për një karrikë, ajo që po bën sot Vjosa Osmani në këtë drejtim nuk dallon nga sjelljet politike dhe diplomatike në raport me besnikrinë e saj ndaj Shteteve të Bashkuara të Amerikës, në dallim nga ish liderët politik. Këtë drejtim kjo jemi, mirë po që e njëjta ka përfituar e ka shfrytzuar këtë klimë evropiane kundër këtij bashkëpunimit të Kosovës me SHBA-t. Kjo ka ndodhur. Kjo është poenta e kritikës, nëse mund ta quajmë kritike e imja, jo kritik për vetëm për të vënë pa dallimet që kanë ekzistuar që ndërmjet këtyre dy çështjeve. Kush është interesi etik për shikuesin e rëndë? Kush është interesi etik i Kosovës për sa kohë që është pjesë e këtij bordi të paqes nga presidenti? Kush janë interesat tona gjeopolitike, gjeostrategjike të shteteve tona, të Kosovës dhe Shqipërisë, veçanërisht të Kosovës? Dëgjoj, në një botë gjithnjë më fragmentare gjeopolitike që në raport me Serbinë, po për shkak sepse këto reflektohen, reflektohen në një botë gjithnjë më fragmentare në dimensionin gjeopolitik që po bëhet Kosova, nuk duhet të ketë dilema të kësaj natyre, nuk duhet të ketë shqetësime të kësaj natyre. Jo kështu në mënyrë dogmatike, në mënyrë dogmatike, mirë po historia, sepse ajo që është dëshmuar historikisht, është udhërrëfyesi më i mirë edhe për të ardhmen në aspektin gjeopolitik dhe të shtetëndërtimit. Historia ka dëshmuar që vetëm me involvimin serioz të Shteteve të Bashkuara të Amerikës është përmirësuar, do thotë, fati kolektiv i shqiptarëve në rajon. Në këtë drejtim ne vetëm duhet të jemi besnik të kësaj trashëgimie politike, çdo diskutim tjetër është vetëm diskutim koti, diskutim për të krijuar, për shpërhap mjegull në opinionin publik, mirë po është i panevojshëm dhe vetëm krijon dilema që mund të kenë efekte dhe kosto të panevojshme të brendshme e të jashtme për shtetin e Kosovës. Ju se rezervuar për Kosovën në bordin e paqes, për kthehet në siguri të madhe për Kosovën, po jenë në mesazh të keq për kudo që kanë qëllim dhe ambicie ta gëlltisin territorin e Kosovës, siç është Serbia. Vetëm një fakt. Kosova sot është krah për krah nënshkruese dhe është krah për krah me Shtetet e Bashkuara të Amerikës në një mision planetar të paqes. Aty mungon Serbia. Në këtë drejtim çdo pretendim i Serbisë do të përcenu shtetësinë e Kosovës, për të cenu funksionalitetin e shtetit Kosovës, për të kriju destabilizim të brendshëm, do të ishte goditje e drejt për drejt ndaj partnerit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në garantimin e paqes globale. Kjo është shumë e thjeshtë, sepse jemi në njëjtën linjë, jemi në Washington, jemi në shtëpi të bardhë në këtë drejtim. Po ashtu është edhe pjesëmarrja e Shqipërisë është jashtëzakonshme, mund t'i kthejmë edhe fjalimit. Po tash në pjesën e dytë, po e referom kur ju drejtua direkt presidentës Osmani, presidenti Trump, teksa po fliste për angazhimin e tij në ndaljen e luftave të konfliktit midis tirash dhe tha Kosova dhe Serbia. Kur do që keni probleme, zonja Osmani me telefononi direkt mu nëse Serbia bën ndonjë problem rrugës për ju. Ishte mesazh i drejt për drejt. Sepse duket që zoti Trump në profilin e tij publik shmang protokollet, shmang ato, është i drejt për drejt dhe është i njohur roli bilateral, çështja e tij bilaterale. Po patet probleme, më telefono. Red është secili nga ata aspekt. Për sa kohë po them që nga viti 2011 tek ne Kosova ndodhi një proces dialogu. Po. Ende me ndërmesimin e Bashkimit Evropian dhe kem parë në gjithë këtë harkohe disa qeveri janë rrëzuar për shkak të dialogut. Kem parë një Bruksel me shumë arsye. Mund krijohen. Kem parë shumë mund të rrëzohen etj në këtë pretekst të madh dhe një Bruksel që nuk ka vënë zbatim mekanizmat e imponimit sidomos për Serbinë. Mos ketë reflektim obstruksionist në proces, mos sulmoj rrjedhimisht Kosovën siç e ka bërë në shtator të vitit 2023. Red, këto për ta përmbyll, kjo është këtë mesazhin, po krahasimin. SHBA dhe në dallim ndërmjet procedurave të komplikuara burokratike, do thotë Brukselit, që e dërgon një të deleguar të posaçëm, kjo do të thotë kur presidenti i SHBA-ve, ta krijon aksesin e drejt për drejt
në shtëpinë e bardhë, krijon akses të drejtë për drejtë dhe nuk ka nevojë të kalojnë në struktura tjera të ndërmjetme për çdo shqetësim gjeopolitik që e ki si shtet, absolutisht kjo është një sukses i jashtëzakonshëm për Kosovën. Një mundësi, a do të dihet të shfrytëzohet kjo tash, kjo është temë tjetër. Mirë, po kjo është një mundësi e jashtëzakonshme politike dhe diplomatike dhe atë që kam thënë. Edhe në disa emisionet e ty, duke marrë parasysh faktin se sot Kosova nuk ka asnjë kompani lobuse në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Shishoj çfarë mundësie të jashtëzakonshme të krijon ky raport bilateral me këtë administratë. Përkundër faktit që Serbia ka disa kompani lobuese, por e ka të pamundur asnjë fotografi qasti ta bëj presidenti Vučić me presidentin Trump. Madje edhe bizneset e djalit i tij në fillim, siç ishte menduar që duke i krijuar akses bizneseve familjare të tij, do shfrytëzohej si mundësi për përmirësim gjeopolitik. Jo, divorc strategjik me Rusin, më pastaj vlen edhe të diskutojmë. Nuk ka sakrifikim të interesave gjeopolitike amerikane për kësi lidhje klienteliste familjare, siç është pretenduar të Çfarë interesa financiare kanë sot njerëzit e familjes Trump në Kosovë? Hajde, thuaj një. Asnjë. Dëgjoj, po këto janë fjalime, këto janë po dëgjoj, po janë çesharake anti-çeva. Çfarë interesa të drejtë për drejta kanë edhe kompanitë e mëdha amerikane të lidhura edhe me këtë administratë? Cili është tregu? Po kemi tregu. Po është vetëm për shkak të përputhshmërisë së plot gjeopolitike me interesa strategjike. Është fakt jashtëzakonshëm që dhe tash këtu ta krijon, domethënë, para jashtë s'ke asnjë kompani lobuse as asgjë, përsëri të krijohet akses i drejtë për drejtë politike, diplomatik në shtëpinë e bardhë. Ajo që unë jam jo i shqetësuar, por që jam kritik në këtë drejtim, jam pse Kosova megjithatë nuk po i shfrytëzon sa duhet këto rrethana. Asnjë fjalë zoti Kurti nuk e tha. Nuk do ta tha. Asnjë mbledhje qeverisë. Nuk do ta thotë. Asnjë fjalë. Nuk jem duke diskutuar për një proces që administron në çdo respekt për shtetet vogla, Malta, Slovenia, vende tjera, po flasim për SHBA. Po siç duket as nuk do ta thotë. Veprimeve të tij politik bërësjashme nga kaluara. Dëgjoj, disa herë do thotë ne kemi bashkë biseduar nëse ka një arsye pse ka pas fërkime ndërmjet zonjës Osmani dhe zotit Kurti. Ato nuk kanë qenë për çështje të brendshme, menaxhim të brendshëm të shtetit. Vetmet që kanë qenë, do të thotë nëse nuk janë bërë shumë publike ose janë menaxhuar si duhet, kanë qenë sa i përket performancës ndërkombëtare. Dhe normal është duket që kjo e pengon, do thotë zotin Kurti, që të kemi një presidente e cila ka prestizh më të madh ndërkombëtar dhe çështje të drejtë për drejtë. Në këto burime të rëndësishme të pushtetit ndërkombëtar, është një ngjarje, po dëgjoj, po geostrategjike. Kjo zhvillim po godet direkt proksin e Rusisë, Serbinë fqinje. Po, unë mund ta interpretojmë unë dhe ti kështu nga kjo pikpamje interesit racional shtetëror, por liderët politik krahas kësaj variable e kanë edhe tjetrën që duhet mund të mos jesh ti, dhe shpeshherë këto fërkime dhe ambicje personale e individuale mund të prodhojnë edhe pasoja dhe përçarje politike në vend. Nuk është as hera e parë as e fundit. Dhe është mëse normale, zoti Kurti është lideri që ka dalë me 50% të mbështetjes popullore, por vazhdon ende të jetë i parë me dyshim pikërisht nga diplomacia perëndimore. Ndërkohë sipas këndvështrimit të Kurtit, kjo ftoje e raporteve të tij me diplomacinë ndërkombëtare ka ardhur si rezultat i sukseseve të tij të brendshme në pjesën veriore. Dhe tash këtu është dilema politike me cilën Kurti luftoi Serbinë, Amerika po mbështet Serbinë. Amerika kush e beson? Po kjo është mund ta besojnë militantët, unë po të flas mbi variablet të cilat unë po të flas mbi shkaqet dhe mbi faktorët të cilat prezencën e SHBA-s në rajon. Situata mund ta agravoj. Po dëgjoj, unë absolutisht pajtohena me ty në këtë drejtim. Ne prapë nuk kemi dallime të tjera. Realiteti është që politikanët po përdorin fjalor tjetër. Unë po flas që e kam thënë disa herë që edhe dje që nuk mund të rikthehet në benefit të madh zonës Vjosa Osmani për mandatin e dytë presidencial, pikërisht kjo afërsi me zotin Trump. Unë kam dyshime që do të mund. Në rrethana normale ne do ta po ti isha unë për shembull, këtu nuk do të kisha dilema, vetëm do ta inkurajoja që ta intensifikonte edhe me tutje këtë raport. Në situatën që gjithë kjo opozitë ja votën, po supozoj.
Mirë po, ne siç e kemi parë, siç funksionojnë liderët politik, kjo mund t'i rikthehet në bumerang. Në fundit, mund t'i rikthehet në mosmbështetje. Po mbështeten qytetarët, Kurti në kursin e tij, ky kusht në kupton që e dëshirojnë një ftohje raportesh me SBA-n. Po dëgjoj, rit. Ndryshe s'mund të zohet. Vetëm dy. Jo, rit. Vetëm dy elemente të jap. Ne kemi bashkë biseduar disa herë mbi tensionet që kanë ekzistuar në raport ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe administratave si asaj demokrate ashtu edhe kësaj republikane. Qoftë gjatë administratës Bideni kemi parë tensione të vazhdueshme, ish ambasadori amerikan këtu, dërguarit special, të tjerë kanë qenë tetë kritik ndaj sjelljeve të padëgjueshme të qeverisë së Kosovës. Por këto tensione janë vazhduar edhe me administratën e re Trump. Ne patëm ndërprerjen e dialogut strategjik ndërmjet Kosovës dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Pikërisht për shkak të veprimeve në pjesën veriore dhe kjo nuk e penalizoi Kurtin. Jo. No, përkundrazi mori më shumë vota se sa që ishte në fuqi dialogu strategjik. Në shkurt të vitit të kaluar, Amerika për desoveranizon. Në shkurt të vitit të kaluar, marrëveshja për bashkëpunim strategjik ishte në fuqi. Kurti mori sa 42%. Në 28 dhjetor të vitit të kaluar, marrëveshja ishte e pezulluar nga ana e Washingtonit e kuptuar nëpërmjet ambasadës amerikane, Kurti mori 51% të votave të trupit elektoral. Si e lexon këtë? E tash, këtu e lexoj, nuk them që qytetarët e Kosovës janë anti-amerikan, por Kurti ka arritur që ta krijojë atë percepcion që Shtetet e Bashkuara të Amerikës për shkak të interesit për ta shkputur Serbinë nga Rusia janë në gjendje dhe janë të gatshëm të bëjnë edhe kompromise mbi Kosovën, do të për hir të këtij projekti të madh gjeopolitik, gjë që ky nuk dëshiron ta tolerojë e ta lejojë që kjo afërsi e re e Serbisë me Washingtonin të bëhet në dëm të Kosovës. Këtu pak a shumë e shoh kret insistimin e tij dhe pse po arrin që të ketë sukses duke lëndruar ndërmjet këtyre dy poleve ekstreme. Një pjesë interesante në këtë pjesë dytë që është shumë e rëndësishme për sytë e veshët ndërkombëtar nga i takim ka të bëjë me fjalimin që mbajti zoti Rama duke i kërkuar direkt presidentit Trump për hir zotit president bëjmë diçka para se siç thoni ju shumë gjëra të këqija mund të ndodhin rajonit sërish. Bëni diçka, është edhe pjesa tjetër e fjalimit që lëshuam në fillim. Si ju duk kjo pjesë zotit Rama? Se ka në Shqipëri që thonë, jo po mbron veten nga spaku, jo po mbron, dhe tjera diskutime legjitime, edhe këto janë, por cila ishte pesha e këtij fjalimi? Këto kam thënë disa herë, unë nuk mirë me këto interpretime anësore, sikur edhe tensionet që po krijohen këtu në këtë studio, e kemi pasur tensionet që po agravohen gjithnjë më shumë ndërmjet Iranit dhe SBA-ve. Unë kam thënë që s'kan fare të bëjnë ato me zhvendosjet vëmendjes mbrëmshme amerikane. Këto janë ekskluzivisht në këtë që tash që po del për shembull të lidhura me interesa më të gjona gjeopolitike, edhe në rastin e unë nuk them që zoti Rama nuk ka ambicie të mbrohet nga spaku dhe nuk ka probleme të mbrëmshme me drejtësinë në Shqipëri. Mirë, po këtë fjalim, dëgjoj unë kam parë pa entuziazëm shumë të madh, por që reflekton një shqetësim mes rreshtave që zoti Rama është i tronditur që verdikti final i gjyqësorit mund të jetë negativ për drejtuesit e ushtrisë lirimtare të Kosovës. Por ndryshe e lutje publike, ndryshe fjalimi ishte në terma të lutjes, duket që zoti Rama ka indikacione që vendimi final i trupit gjykues do të jetë në disfavor të prandaj kërkon me që kjo gjykatë është politike në fundit dhe po i shpërfill kriteret juridike, atë nuk i ka mbetur asnjë instancë tjetër përpos që t'i drejtohet në mënyrë politike, diplomatike, një instancë duke ja rikujtuar publikisht duke ja rikujtuar, do thotë se nuk ka qenë e rastishme as kumtimi i aktakuzave ndaj zotit Thaçi, pikërisht në kohën derisa ishte duke votuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës për marrëveshjen për cilën bashkë biseduam.
Më tepër e poshtë si një reflektim të një shqetësimi, jo për përfitimet brendshme politike, janë këto mund thuhen dëgjoj gjuha është prej tuli, siç thot një fjalë e urtë popullore, gjithçka mund thuhet në këtë drejtim, por mënyra e komunikimit, mënyra e transmetimit të mesazhit, vendi, koha dhe eventi që zgjodhi publik. Inaugurimi ishte transmetonte atë lloj shqetësimi që ne po e dimë që trupi gjykues është duke i shpërfillur standardet juridike në raport me po përgatitet në fundit i shpërfill standardet juridike në raport me. Ju kështu e lexuat. Unë kështu e lexova një lloj reflektimi që për të bërë atë që është e fundit, si shansa e fundit që ka mbetur në dispozicion për ta ndruar kursin e ngjarjeve që po zhvillohet në gjykatën speciale, me që ndodhemi në momentet e fundit, në momentet finale, kur tashmë 2-3 muaj dhe pak a shumë do tijet epilogu. Pra është një lloj lutje publike ndaj presidentit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ishte penalizuar edhe ai në aspektin diplomatik nga veprimi i këtij trupi, i kësaj gjykate, jo i personave të tjerë, Jack Smith, do të thotë i prokuror tjetër që ishte penalizuar edhe ndërkombëtarisht, mos flasim për zhvillimet e brendshme që juridike që kanë ndodhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, duke privuar administratën Trump fillimisht nga ceremonia e nënshkrimit të një marrëveshje, sepse pastaj ndodheja me Abdullah Hotin, por është do të thotë thirrje publike që ajo logjik e cila ka qenë në fuqi në atë kohë është ende në fuqi dhe është një logjike pastër politike e cila më tepër se sa të operojë mbi konsiderata juridike po vepron mbi motive politike, prandaj është e domosdoshme që të intervenohet para se të ndodhë në këto forume të rëndësishme. A mendoni se kushdo pjesëmarrës ka lirinë e plot për të mbajtur çfarë do të fjalimi pa deni në administratës Trump? Jo, për rreth këto. Po çdo gjë, edhe në rastin nëse të kujtohet, dëgjoj. Po ky adresim publik për zotin Thaçi, gjykatën speciale nga ana e zotit Rama, nuk mund të kaloj pa deni para prake. Jo, po çdo shkronjë që thuhet paraprakisht është them kështu e kontrolluar. Se nuk mund çdo kush shkoj në eventin organizuar nga presidenti Trump dhe të flas çka aty merr mendja, çka dëshirat e tij personale. Larg asaj. Edhe në rastin kur kam thënë rastin e Izraelit kur është detyruar të kërkoj falje Katarit. Për rastin për sulmin mbi strukturat e Hamasit. Detyrohet edhe shteti i Izraelit, ajo ka qenë totalisht e mirë menduar, e mirë kontrolluar, e mirë analizuar në çdo detaj. Edhe në rastin unë jam i bindur që edhe në rastin e zotit Rama paraprakisht tash kanë ekzistuar indikacione dhe është madje po them që është inkurajuar sepse zakonisht nuk preferoj të përdori teori konspirative, por në asnjë rrethon dhe në asnjë moment kryeministri Rama kokë në vetin nuk ishte guxuar ta bënte këtë ftesë publike, këtë lutje publike ndaj një procesi i cili e kemi diskutuar disa herë që shihet që ka degeneruar në aspektin juridik. Dhe thirrja e zotit Rama është reflektim i shqetësimit të tij, reflektimi i shqetësimit të tij personal, mbas edhe informatave, mbas edhe indikacioneve që i ka, sepse zoti Rama ka burime të tjera të informatave në raport me unë dhe ti që kemi, qoftë nga nëpërmjet shërbimeve diplomatike, ka struktura shtetërore, gjitha këto rrjetin e ambasadave në shumë vende të ndryshme të botës, që ka indikacione të qarta se ka po shkon procesi dhe që kjo duket që i ka mbetur arma e fundit, metaforikisht po e përdori, arma e fundit diplomatike në dorë për të ndikuar që në momentet e fundit të korrigjohet, të ndërrohet diçka. Kalimi Ramës doli me leje. Me leje të absolutisht. Dhe kjo nuk ka ndodhur asnjëherë, që është përmendur ish presidenti Thaçi, gjykata speciale, domosdoshmëria për një drejtësi të bazuar në fakte e tjera, jo politike kështu me radhë. Për hir zot se administrata Trump janë më të ekspozuar ndaj besimit, shpreha zot se nuk e përdor zoti Rama. Nuk e jo, pajtona. Duket që është e lidhur me narracionin e zgjatës, po besimin në familjen zote në kombe. Besimin në familjen zote në kombe, po, këto vlera. Rit, këtu do thot unë fakte nuk kam, mirë po nuk jam i bindur që Rama ka një përvojë gjatë politike, diplomatike, është pushtetas me 4 mandate qeveritare, ka kaluar në lloj sprova të kësaj natyre. Unë jam i bindur që pa dakordim, pa miratim paraprak
vështirë është ta imagjinoj që zoti Rama do t'ja jepte vetë luksin të adresonte një diçka e cila nuk do të preferohej të thuhej nga zyrtarët e kësaj. Nuk do të kishte vëmendje. Ose nuk do të kishte vëmendje nga zyrtarët. A mendoni se do të ketë vëmendje ajo çfarë tha zoti Rama ndjera nga Shtetet Amerikane? Dëgjoni, unë uroj që tash sepse jemi në momentet finale, unë uroj që jam i bindur që nëse kjo është bërë me koordinim plot, atëherë nuk është asgjë e rastishme që të paktën të shtohet presioni në momentet e fundit që ky proces të rikthehet në binar të duhur juridik. Në fundit edhe kërkesa e Kosovës, edhe protesta masive që u mbajt, nuk është që nuk kërkohet asgjë më shumë apo më pak, kërkohet vetëm drejtësi, për shkak të logjikës që është duke ndjekur deri më tani. Nëse shohim kjo dallon logjika, fatkeqësisht logjika e këtij trupi hibrid, logjika juridike dallon edhe prej tribunalit ndërkombëtar për rishkrimet e Jugosllavisë, sepse tribunali ndërkombëtar ka tentuar të gjejë lidhje të drejtë për drejta ndërmjet individit dhe akteve të tij. Ndërkohë këtu po ndiqet një mendësi tjetër, një çështje tjetër. Është konstatuar që nuk ka pasur. Nuk ka pasur. Ndërkohë, dhe fakti tjetër, këtu po ndiqet një mendësi tjetër po ndiqet. Mund të mos gjenden fakte që zoti Thaçi, zoti Veseli apo zoti Selimi janë drejt për drejt të involvuar me tema të cilat po hetohen. Mirë, po këta kanë qenë drejtues të një organizate, ishte dashur që të ndërmarrin veprime të ndalin ato. Edhe kjo ka qenë arsyeja që këtë përpjekja e mbrojtjes, gjithë përpjekja e mbrojtjes. Sadi Mustafa kështu është dënuar. Kështu është dënuar, gjithë përpjekja e mbrojtjes, gjithë përpjekja e emrave më të rëndësishëm të diplomacisë amerikane ka qenë që të argumentohet që nuk ka qenë që ka një strukturë sipas mirëfilli, sipas logjikës siç funksionojnë strukturat e organizuara të disiplinuara militare. Ka qenë një strukturë e njerëzve luftëtar. Dallon ushtria prej luftarëve. Këtë dallim duhet. Idealistëve të cilët janë nisur nga zori, nga një ideal që në fundit për ta sakrifikuar jetën, sepse ndërmjet paqes në robëri dhe ndërmjet paqes në robëri dhe asaj jete në fundit edhe vdekja është diçka më sublime se sa jeta e tillë çfarë kanë qenë në zgjedhjen në cilën kanë qenë të dëruar. Kjo nuk do të kaloj pa vëmendje. Jam i bindur që do të ketë efekte, mbetet të shihet, pra po tham sa do të arrihet brenda këtij harku të shkurt kohor që ka mbetë të intervenohet, të ndrohet kjo çështje. Kjo çështje, që personat të cilët po hetohen të gjykohen nëse ka lidhje me fakte, mbi akte të drejtë për drejta, e jo mbi atë pse ti nuk ke arritur me ndal një jo mbi paragjykime. Mbi paragjykime e tjera. Me cilin lajm do të vijë Vjosa Osmani në Kosovë? Që ka mbështetjen e SHBA-ve? Ka mbështetjen e SHBA-ve, por nuk ka mbështetje po çon Kosovën më por nuk ka mbështetjen e Kurtit. Dhe tash kjo është dilema politike me cilën do të përballet Kosova, që emri presidentit tash kalon ka zyret e Kurtit. Jo siç zotri Haziri ka pasur që emri presidentit çdo herë kalon nga zyret e LDK-s e emri kryeministit. Duket që do thotë realisht do thotë pa mbështetjen e partisë fituese të zgjedhjeve, presidenti është vështirë të imagjinohet që do të mund të jetë dikush. Situata dita ditës po kalon në pomdje edhe reagimin e kryetarit të LDK-s, i cili kërkon takim urgjent, jemi shiqon çfarë situate, kërkon takim urgjent që të diskutohet kjo punë, sepse thotë që tema e presidentit është përgjegjësia të gjitha subjekteve politike. Më shumë po shqetësohet për këtë punë kryetari i partisë së tretë sesa kryetari i partisë fituese të zgjedhjeve, mirë po në këtë mënyrë ai e transmeton mesazhin që më shumë po frikohet nga zgjedhjet e jashtëzakonshme, dhe e dyta që ta përdor këtë shqetësim publik si argument që ka bërë pamundur për të shmangur ato e për ta shmangur blokadën, se sa që ka mirëfilli, se sa që mirëfilli, po janë edhe për shkak të këtyre dinamikave që po i përmendim, do thotë për shkak të administratës Trump e tjera, presioneve, zgjedhjeve të jashtëzakonshme në Serbi, do thotë mund përdoren si justifikim. Asnjëherë tema e presidentit, ta them para opinionit publik, tema e presidentit në vetvete nuk është arsye për zgjedhje, larg asaj, mirë po kjo mund të përdoret si pretekste, si arsyetim publik për shmangur presione të natyrave tjera. Ashtu siç edhe zgjedhjet e 28 dhjetorit, do thotë nuk kanë qenë si blokada e kaluar, asnjëherë tema kryesore nuk ka qenë çështja e kryeparlamentarit e tjera, mirë po këtu janë përdorur si justifikim, do thotë për presione tjera. Falenderoj Kasolli për kohën. Ishte kënaqësi. Shihemi të hënën, Kosova tashmë ka buxhetin që kaloi në 2 faza të votimit dhe
Para ka qeveria. Presionin kryesor politik financiare ka shmangë qeveria. Administrimin e buxhetit e ka. Përvoj me qeverisë pa kuvend tashmë ka bërë. Qytetarët e Kosovës pashtu kanë filluar të normalizohen me këtë model bizar të sjelljes qeverise, që mbetet të shihet se falenderoj edhe pak gjysmë. Ja, në fond normal, sepse kjo është qetësuese gjysmë ironi çat. Po ironi se me një realitet të papranueshëm politikisht çfarë ka ndodhur Kosovës për më shumë se një vit e bllokuar. Të falenderoj edhe një herë. Ishte kënaqësi. Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.